Në një shkollë fillore, mësuesja Arta nisi një projekt të veçantë. Çdo nxënës të paloste 100 zjedhës letre për paqen dhe t'i varte në një pemë portokalli në obor. Fëmijët punuan me zell, duke palosur zogj shumë ngjyrash dhe duke shkruar mesazhe paqeje në to. Kur pema u mbulua me mira zjedhës, shkolla organizoi një ceremoni. Prindërit dhe mësuesit u prekën nga bukuria dhe mesazhi i fuqishëm i këtij simboli. Pema e paqes u bë një traditë që bashkonte brezat. Që nga ajo ditë, pema e paqes u bë një traditë vjetore e shkollës. Çdo brez i ri i nxënësve e riniste projektin, duke e mbajtur gjallë mesazhin që nisi si një ide e thjeshtë, por që u bë një përvojë transformuese për të gjithë. Mësimi. Kur fëmijëve u jepet hapësirë për të menduar, krijuar dhe bashkëpunuar, ata nuk ndërtojnë vetëm projekte, ata ndërtojnë ura dashurie, mirëkuptimi dhe shpresë që mbeten në kujtesën e të gjithëve për shumë kohë.